Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një epizod tjetër të emisionit Plus Minus. Jeni bashkë me mua Arianën si gjithmonë, e ne do kemi edhe sot mysafir në studio brenda në hotelin Radika Mountain Resort. Një mysafir shumë veçantë, por po ju tregoj që unë jam duke shiu shumë kohën këtu në Radika, sepse ka pamje të mrekullueshme, por gjithashtu edhe po ndjej një rahati dhe një qetësi të madhe, edhe në ato ecjet e mia në mëngjes dhe në mbrëmjet afër liçenit. Unë do ta falenderoj shumë Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e emisionit Plus Minus, e ne po vazhdojmë brenda të shohim mysafirën e sotme. Referat dhe fito. Unë jam tek IPA Petrol, këtu në një ndër pikat e IPA Petrol, edhe po du m'ja referu dikuj me marr aplikacionin, sepse përveç zbritjes që e fitoj unë, -5 cent zbritje, fiton pra edhe ai person që e merr tash aplikacionin cilin ja referoj unë. Kështu që po e thrazikon, a mundesh me marr aplikacionin e IPA Petrol? Okej, po e merr aplikacionin, tash mundesh me shkruajt edhe mundesh me pas zbritje në të gjitha pikat e IPA Petrolit kudo që ti ndalesh. I ke -5 cent zbritje. Kështu që merr aplikacionin, edhe unë kam aplikacionin, dy të fitojmë zbritje, sa po të ma mirë. Faleminderit shumë. Përshëndetje, si ke kalu? Sot po di qa me marr. A bën t'ju një Big King me menu, me fries dhe me guacamole, to go, me vete. Qa tjetër? Jo, për gjo. Faleminderit shumë. E shikues të dashur, patët mundësinë ta ndiqni edhe për mbledhjen si zakonisht, si vim tek Radika Mountain Resort. Unë gjithmonë veturën e marr tek Automita, duke e mbushur në IPA Petrol dhe duke i marr tashmë po besoj e dini që burgerat më të mirë dhe më të shishëm, por edhe të preferuar të mi janë në Burger King. Emrin që e kam të ftuar sot, nuk kam nevojë me e prezantu shumë, sepse veç emri i saj flet. Bashkë me mua këtu në studio është Big Mama. Big Mama, mirë se erdhe. Mirë se u gjete dashur, mirë se erdhet edhe ju në vendin më të bukur të Maqedonisë, Mavrov, edhe në hotelin më të mirë Radika. Mirë se u gjete. Ju jeni mysafir për mu këtu. E vërtet. Dhe do me thonë, na ka ma gjepës vendi. Normalisht, unë ka vite që vi këtu, është një ndër vendet më të preferume, edhe pse në kodrën e diellit e kemi ma afër në Tetov, po Mavrova për mu ka një vend veçantë, edhe ky resort ka kujtime shumë bukura, ku prej fillimeve kur është hap, kam këndu, kam ndejt, kam pushu, edhe kam kalu shumë kohë të mira, edhe kam shumë kujtime të bukura te ky resort. Po tash, sa e shfrytëzon kohën me ardhë, sa gjen kohë që me ardhë këtu në Mavrov? Shif, unë e gjej kohën. Apo ndoshta nuk është që ke aq Jo, nuk kam shumë kohë, po beson gjej kohë. Për shembull, këtë dimër mund të them hera 2 që po vi, para 2 jave isha, po besoj se do vi prap. Kemi janarin pak nga mesi janarit, po, ma i qetë, edhe besoj se do t'jem këtu. Askun nuk e kisha ndru Mavrovën me asnjë vend tjetër. Nuk e kisha me asnjë vend tjetër. Është vërtet vend shumë i bukur, po përveç vizitës këtu në Mavrov, Bigun
Ku mundemi me gjetë në kohën e lirë, qaj? Ti kërkoni. Të pushu. Të pushu, kohën e lirë ku mund të gjejmë, mundohem të shfrytëzoj atë kohë të kaloj me familjen, në shpinë Tetov, po beso se nuk kam kohë të lirë ishe, kam një tempo të jetës, kështu që jam non-stop, janë aeroplan, janë kerë, janë vende, qytetet ndryshme, kështu që po mundohem, po shqyqyrë zoti që po kemi angazhime. Edhe kjo është pjesë e mirë e profesionit. Normalisht, është pak e lodhshme, është e vërtet, po edhe ka dhe njerë të më shqyqyrë që kemi angazhime, edhe po kemi punë, edhe kemi me qka më umarë. Se unë jam një tip temperament edhe hiperaktiv, unë ditë njerë të anguam, thom jam lodh, edhe po thom, po kom nevoj 2 ditë, mos me lëviz, vesh me në i shtrit, po vesh një ditë, kalon e mas një ditë, nuk mundesh. Ja, nuk mundi, du me bo diçka, du me qenë aktive. Po edhe e mira është që viziton vende ndryshme. Po prej krejt vizitave në vende ndryshme që ke pas, besoj që e kina i vend që t'len ma shumë për shtypje. Shif, mund të them se gati 80% tanë botës e kam shëtit, fale dhe emisioni që e kom pat, edhe vetë po uthtoj. Se i vend nga lanë për shtypjen e vetë, kështu që mu ma shumë pëlqenë vendet cilat kanë kulturën e vetë, kanë traditat e veta. Çdo vend ka pat diçka të veçantë te unë. Po një vend ku s'ma kish marrë mendja që më pëlqen ishte Jordania. Po pse? Një vend shumë bresllanës, një vend shumë interesant, edhe kultura atyne, tradita atyne, për shembull, ushqimi interesant. Po pastaj Petra është një vend, një ndër 7 mrekullitë e botës për të vizitu. Më kalon për shtypje, po, vendi që e kam ma për zemër, mund të shëtiti tanë botën, shkoj ku shkoj, Turqia për mu është diçka e veçantë. Numër 1. Kështu që shëtiti, po, pa me shku në Turqi, gati çdo 2-3 muaj, nuk ka shansë. Kështu që... E kur jemi shambull e përmende Mavrovën që të pëlqen shumë, a s'ki janë bigu? Po, moj, s'ki i marrë në elonat bëdhe. E për fatë kesh nuk s'kjoj, zdi... Pse nuk jem mësua, bej? Nuk e di pse. Andoshta nuk pëlqen si sport? Nuk më ka pëlqy, nuk më ka tërhek, edhe pse vllaznit e mi gjithë kanë skiju, krejt këto të familjes, nuk më ka tërhek. Mu ma shumë ka tërhek nailoni edhe saj. Ma shpejt. Pa rrezik. Jo, mund dhe ndoshta në rinin time, zdi, unë prej 15 vjetë, 14 vjetë kom qenë një vajzë që kom sinu karierën edhe kom ecë mrapa ëndrave të mija, kështu që zdi, nuk kom... E për karierën, po e marim nga një qaj nga Podravka, është qaj beauty. Po se mu tërgoja që desha me dhana, po përshit një diska me pi. është qaj beauty, i cili përmban biotin dhe të ndihmon edhe për lëkur edhe për flokë të shëndetshme. Kështu që po i marr qajat edhe këthe e mboj mua vesh. Okej, po të pres. Sa bukur na ka dalë nusja, mashallah. Po të pas ka hije Arjan me bo hizmet. O, fajnderit. Po mdohet po ma njëll. Po ta njëlli. Unë një... Vitin 2025. As i zollve e keqe dhe me... Hajde qitë ma qaj, ma shpejt. Bof mirë bik, qaj. Do me thonë, qaj beauty me biotin nga Podravka mundet me u konsumu deri në 6 gota, çdo ditë. Apo ma keni po në paket gati ajo? Po, durat. Faleminderit. Përmende karierën, fillum mbetëm këtu, sepse tash ma shlirë me qaj. Pa. Edhe ngrohtë. Tash e lath muhabet. Si gratë kur më ledhen nas dite. Apo bëjmë nëjë tash e dhe me aqka? Ka funde. Se shumë serioze, pytjetë. S'po di që që me nejtë. E për të jemi mësume të po aty gjithmonë energjike, gjithmonë me batuta, gjithmonë kështu si e sot. Nështë njerëzit edhe nuk e njojnë atë bigun shumë serioze. A me thonë kështu? Jo, nuk jom shumë serioze, s'munësh me më thonë. S'munësh me qenë? Ja, nuk jom shumë serioze, po serioze për shembull në punë, për do gjera jom serioze. Ama prap jom një tip me humor edhe mundohem gjithçka ta bëj me
disponu veten, ti disponoj edhe shoqërinë, edhe punën, kështu që kur e bën tu qesh, edhe me humor shkon edhe puna ma mirë, edhe ma lehtë, edhe ma pozitive. Kështu që serioze, kur se më kam pa edhe s'di me nejtë serioze. Edhe s'kan me të pa, besoj. Kur jam di një, jo serioze, po edhe unë me mende mija hubna, edhe veshëm të mu qaki, as je mirë. Me njerë dhe qaki, marrë të s'kom sen, po lemni edhe unë kom nevoj pak me nej qetë, po. Big këngëtare, moderatore, gjitha, du me thonë. A ka naj punë që se ke bo? Valla se di, gjithë shka qa ka, unë e gjithë kund jom konë. Thash, jom një tip e cila e du punën, e du jetën me tempo të shpejt, kështu që nuk jam dembele iq, shumica e din që edhe kom qetë jetën e natës, jom një njëri që dalë, po jom një njëri edhe shumë punëtor. Jom njëri që flenë më spakti. Unë mund ka 4 orë ose 5 orë gjumë kom. Shumica, kur shkojmë në përgjirime, apo kur jemi dikundi në përudhime, edhe gjithme e fundit flej, e para shohat. Edhe kretë me ndojnë se unë s'ko me mujtë muqu, unë mu kanë me mprit, unë jam gjithmonë e para edhe i pres gjithë. Më pëlqen punoj, nuk du ta hup kohën kot, du ta sfidoj vetën në disa lemin, shumë profesione, jo vetëm si prezentuse, jo vetëm si këngëtare, po ju mundu edhe në fushën e biznesit. Gjithçka që ka të bëj me këtë punën time, do me thonë, mendoj se e di mirë edhe mund t'ja arri, kështu që punës nuk i iki, qa ka... Edhe ja ke arri shumë mirë deri tash. Faleminderit. Po cila ka qenë, po besoj që ky rrugtim, si që ta edhe më herët prej moshës 14 vjeçare, ka pas sfida të veta. Shumë sfida, normalisht. Ka pas po, shumë sfida. Cila ka qenë ndoshta ajo sfida më e madhe, që ndoshta ka qenë, ke thonë për momentin, po dorëzona, po prape ki te kalu. Ja. Kom pas shumë sfida, them drejten, shumica mendojnë se shumë lehtë kom pat. E kom të regu edhe disa herë fillimet e mia, si çdo njeri, kanë qenë shumë vështira. Edhe unë kom qenë me një kohë që në ato kohë ka qenë shumë vështirë me dalë në televizion. Atër nuk ka pat as internete, nuk ka pas as YouTube, për me dalë në televizion është dash goxha punë, normalisht, o të kesh një, si them, kesh pasunit të madhe për të realizu ato projektet, për dalë, po unë thash kom luftu si fëmi, pa me kërku prej familjes ndim, jam mundu vetë, kom bërë shumë sakrifica, kom punu shumë punë ndryshme, që shumica nuk e din edhe ju duket habi sot kur ju tregoj, po aqë dëshiren e madhe kom pat, nuk më ka ardhur prej asë një pune, lirish mund të them, ndoshta jo, po kom punu edhe si pastruse për të realizu ëndrën time. Kom punu edhe në lulishte për mbledh disa lek për të realizu një këngë. Po edhe njerë se dëshire e madhe, edhe pune e madhe i arin gjitha. Kom pat shumë momente kur mi kanë ndërprej gjitha ëndrat, më kanë thënë se ti nuk mundesh. Unë në atë kohë kom qenë një vajzë e plot me një stil shumë dryshe, avantgarde në atë kohë që ishte shumë interesante, dalish me flokët e qeta, me do qerpike, me do frizura si të në të shmenduna. Nuk isha si atër që ishin këngëtarët, po, këngëtarët tjera normal ishin great seksi, si tash edhe në atë kohë, i plotësonin gjitha të kushtet, po tash me shumë mund, me shumë sfida, unë arrita. E arrita qëllimin tim, po masi u bona Big Mama, e mbrita emrin, e mbrita dashurin e publikut të ndonë mu ashtu si që jam, e bora edhe një investim vetën teme, u bona edhe dopa që. Po besoj që edhe paragjykime ka pas. Përveç sfidave, paragjykime kanë qenë shumë ta. Si ja ke dojnë që mos mi marë parasysh edhe veç me vazhdu rrugtimin tanë? Nuk e di be s'ma ka një kur, hiq, të tregoj drejtën Arian, s'ma ka një. Bile, unë e ko pat shumë vështirë, për shkak se unë vi prej, e dim se në Maqedoni jam pakës mentaliteti, është pak më i prapanbetur, bile prej Tetovës. Po unë ndoshta fatin më të madh, e kom pat që kom qenë vajza e Zotri Hadiut, babaj tim djerë, i cili ka qenë një qytetar, i cili ka qenë tepër modern për në Tetovë, edhe ka qenë mbështetja më e madhe imja, bile shumica habiteshin si mund të alen një prind, vajzën bëhet këngëtare, në Tetovë mentaliteti ka qenë lese këngëtare, edhe po atë stil që e kom pat unë ishte e pa pranushme, po mund të them pasunia më e madhe ka qenë që e kom pat familjen, krye babajin tim mbështetsin më të madh, edhe kur e kom pat besimin e plot të familja, edhe mu s'ma kanë di hiq. Vetëm kom këshur para,
e mec para. Edhe kjo është arsyeja e suksesit Po, tënd më e madhe. Qelësi i suksesit mund të më është. Po çfarë frymëzon Big Mamën për muzikën e saj? Çka më frymëzon? S'di gjithë shka më frymëzon. Jeta ime është muzikë. Du të them, fillimet e mia gjithë shka kanë qenë, unë si fëmi s'kom ditë luj me kukla, po unë kom lujt gjithmonë në skenë, gjithmonë kom qenë me muzikë, gjithmonë koncerte kom bë, gjithmonë kom këndu, kështu që dashuria më e madhe jetës time ka qenë muzika, edhe si duket muzika ka me se sot të ndalë asnjë dashuri tjetër. Pa, mendon që ka qenë muzika, ndoshta si shkaktare më i me qujt? Mundet, po, është e vërtet, unë thash... Ndoshta fokusi i do të shumë i lidhem si ma herët, kom qenë një vajzë e cila kom ndru karierën, edhe kur shoqet e mia gjithë gjeshin dashur, fejoshin, martoshin, unë se kisha atë synim. Unë desha vetëm jem karieriste, arri atë që du, edhe nuk më ka interesu, ndoshta edhe ajo ka qenë arsye. Po edhe është pak edhe fati. A je pishman nëse ajo ka qenë arsyeja? Jo, as pak. As pak. Bile tani e ndjej veten shumë më të fortë, edhe kom kuptu diçka se forca e femrës, do të thonë nëse ndron diçka edhe realizon, i bën gjitha. E kom thonë edhe me një emision, nuk duhet një viç për me qenë ti e lumtur sot, kështu që kur i arrin gjitha vet, vjen edhe ajo. E ne po shkëputemi për një blok të marketingut, për gjithashtu dua të përmend edhe produktin më të ri në treg nga Lactalis, Stay Strong, puding me shije të ndryshme për plot proteina që e merr me veti kudo, në punë, në ushtrime, pra në zyre ose kudo mundeni me marr dhe me provu, për me pas një ditë shumë produktive. Stay Strong, produktet janë zgjidhja më e mirë. Edhe prit qëndroni me neve, sepse do kthehemi me Bigun vetëm pas pak këtu në studion Kyus Minos. U rikthyem pas blokut të marketingut, e nuk ka se si mos me përmend Solosen. Po ndihesh rehat apo jo, Big? Shumë mirë, valla veç, kam vjen edhe pak mu shtres. O shtrena, Shtriu. Nisja ti përmendja. Sopa dhe karika dhe gjithë shka këtu në studio pra është nga Solos, edhe Bigu ushtri sepse janë shumë të rehatshme. Gjithashtu mundeni me vizitu edhe showroomin e tyre, për me pa ma shumë mobilje, me pa ma shumë sopa tilla, karika, sepse vërtet janë shumë bukura dhe të rehatshme. Big, ku mbetëm? Te sponsorat. Te karriera mbetëm. Te karriera. Flasim pak për emisionet, ke qenë shumë aktive në televizion. Pa. Emisionet ma dashura, po m'duket publikut kanë qenë emisionet tuaja. Emisionet shumë atraktive, shumë interesante, me cilat edhe unë si fëmijë jam rrit me to. Rrofshe dashur. Normalisht emisionet i kam përjetu shumë, kam pëlqyer shumë, thash unë veten unë gjithmonë kam menduar që një artiste nuk do të thotë se vetëm tjetë këngëtare, po një këngëtare do ta ketë edhe showin. Unë gjithmonë e kam thënë këtë, unë nuk jam gazetare, nuk jam prezantuese. Po unë mund ta quaj veten një showgirl ku të pakët të një orë të kënaqet publiku me mua. Kam qenë gjithmonë spontane edhe ajo është pëlqyer te publiku. Spontaniteti ka qenë që ka bot veçantë. Po, ajo ka qenë, po edhe për mua nëse gjithë ato vite që i kam kalu në për emisionet më për qefi që i kom po kanë qenë emisionet më udhëtime, ku e kom gjetë veten aty, ku jam kënaq, i kom shiju pa fund, edhe besoj se atë energjinë time va kom shfaq edhe shikuesve, edhe ato e kanë shiju çdo vend, sikurse i kanë u thu bashkë me mua. Po besoj që përveç kënaqësisë, energjisë mire gjithave ka pas edhe lodhje. Normal, vetë din e bën këtë punë, ka lodhjet tepër, bile... Sidomos kur udhëton. Po me udhëtime ka qenë që i ke pa ditët shumë caktume dhe është dash, bile kur i shoh dhe një herë se çfarë xhirime kom bë, edhe si kom qenë, si s'kom vnu as një puder, një bisht këtu e kom pas, si kom dal, po edhe ajo ka qenë qëllimi se gjithë shka të shfaqim, atë që e përjetojmë, si kemi mbri prej aeroplanit, si kemi dal, si kemi udhëtue, vende që i kemi vizitu, pa gjumësin,
Kështu që edhe unë kom qenë një tip pa komplekse, si kom qenë që ashtu kom dalë, kom marrë mikrofonin në përshi, në përborë, në përdjell, edhe... E kjo është për cjellë, do me thonë të shikuesit dhe për atë edhe të kanë doa shumë dhe të kanë për cjellë. Po, Big, e dim që gjatë gjithë kohës ke sjellë, ke këndu, ke sjellë projekte, ke këndu, çka kem plan të ardhmen? A e duke punu diçka konkretisht që mund është më nash paloz? Po, jem në realizimin e 2 këngëve të reja. Besoj, kom disa projekte për t'i realizu, po nuk du t'i përmend, se kur i përmend edhe ndështon, kështu që kom shumë rrisi, pos që duhet krym këto angazhimet që i kemi me ahengjet familjare tash, me mbramjet e vitit 3, gjirimet e këto. Jem realizimin e 2 këngëve, një këngë më ka realizu Irkenc Hyka, besoj se nga fundi janarit ose fillimin e shkurtit do të lansohet me videoklip, po ashtu e kom edhe një tjetër këngë të realizume me Çekicin, janë këngët, muzika, e kom shumë blane projekte, po këto që i kam matë sigurta edhe të realizume t'i përmend, pas taj tjerat... Po televizive? Mendoj se ka ardhur koha se unë jam një tip mungon televizioni, kështu që... Po ju mungon edhe ti shikues. E di, kom mesazhe pafund që më shkruajnë, na mungon emisioni, na mungon t'jesh në ekran. Besoj se do të ketë diçka një rikthim. A e ki energjin ende me bo ndonjë emision që ke bo? Po, bile hala ma shumë e kom, për shkak se kom pauzu, kom pushu, edhe mungon me të vërtet televizioni, edhe besoj se do të rikthehem shumë shpejt. Me zi presim e pa, me pa ndonjë projekti. Atër ti ke marrë ke unë misafire. Në rregull, po të premtoj. Shkështu mos hajde, shte. E ne, po më duket është koha edhe ushqimit, ushqimin e kemi gati, kështu që po e presim, edhe kemi e provu specialitetin e ditës së sotme. E tash edhe ushqimin po vjen, është gati, kime provu me shi ushqimin. Nuk dyshoj në ushqimin e Radikës, kështu që da ha me gjithë qef, faleminderit shumë, of, salmon, peshk. Edhe unë jom peshk, edhe peshk. Hajde po e pres me po, apo do në me provu t'i pak. Boft mirë. Edhe pëse unë gjithë menyn e Radikës e kom hongër, nuk dyshoj, po është shumë e mirë. Big, a je nana e vakive? A dyshon? Pak. Dyshon që jam unë nana e vakive. Jo nana e vakive. Nuk ka moment, nuk ka sekund ku do që të shkoj une, çdo hap e kom budallaki. Pa tjetër, duhet me ndodh diçka. Si në koncerte, si në emisione, si në gjana, ku shkoj, marrë gjithmonë rezervë veshjet, 3 veshje i marrë, a ndodhë dhe njerë edhe të 3 veshjet me të plas patenti, jam me të ndodhë najsen, jam me të këput ta, ka të kënu. Ka ndodhë bile një gjë, kom qenë ndasën vjetë në Tetov, edhe ishtë një këngëtare tjetër, këndonte Elita, ku e përshëndes shumë, Elita Ziberi është një vajse mrekullueshme e Tetovës, e kom shumë gjanë, edhe më prezenton shtash duhet me hy qifti nusja me dhondrin, edhe po qohem unë me prit nusën e dhondrin, krejt ullën, edhe me takët, si ishe i kishe do sandale, me kajsh tu, edhe këtu me një kajsh. Edhe, Rama, është momenti që të presim qiftin, edhe po vazhdoj të ecin mes salës, edhe ai kajshi si ke, mu hap. Edhe janë si me shkojë. Ajo taka, edhe meta, s'disha qa me bo, ta shifti duhet me hy. Edhe vesh i kom nxjerr takat, dathun, kom vazhdu, i kom marrë do papuqe, as i papuqet burrave, edhe të natën kom knu me papuqet burrave. Po edhe tu folë,
A e shef që jo në Vakia? U vërtetu? Edhe tu volë që tasha, a e shef u qova plasi patenti edhe këtu. Tu volë për Vakia? Ja, një Jo, përt, si patenti. bëni një përt këtu. Ka lidhje. U vërtetu në Ana Vakia, Mos ma zumirati, o ti. Nese bre, kom brek, kom ai, s'duke. A e kje dhe naj veshje me vete? Kom, po s'pom vynë, me qëto pe kërry. Bek, cili është momenti më i parushëm në karierën tënde? Momenti, kam shumë momente, 23 vite. Më i parueshme që Si, Kur për të s'kine? mirë, për të keq, për qa? për të mirë. Për të mirë, mund të them momentet e festivaleve. Momenti i parushëm, normalisht edhe ta quj fitoren time në 2004 në Nota Fest, ku aty dheza, aty ishte bumi imi i parë, kështu që kishte vite që mundohesha për të arrit atë gjë, e ajo është momenti, mund të them, i parushëm, ku filloi gjithçka e karrierës ime. Po çfarë mesazhi do ju jepje të gjithë të rinjeve që ëndër e kanë muzikën dhe televizionin? Po, mesazhi im do të ishte normalisht disa herë përmenda, kur mos dorëzohen, nëse e duan diçka me të vërtet, kur mos demoralizohen, asnjëherë mos dorëzohen, po gjithmonë punojnë edhe me inat për të mirë, si thuj, për të arritë qëllimin e vet, ne të mundohen edhe ne të luftojnë. E tash, Apo më hëngër edhe pak? Haje, kemi edhe një rubrik, Bek, po me ty do e bëjmë ndryshe. S'po di, a me i marë specat a jo? Qa është rubrika? Është që nëse i kemi disa pyetje, Po? ose duhet të përgjigjesh, ose duhesh me hongër specë, me djekst. Ti po dyshon që unë nuk Pyetjet e përgjigje? djeksta. Unë nuk përgjigje me ta, i që mos i merë se unë se ko problem, gjitha pyetjeve përgjigje. Kështu që mos u lodh mi majt ato specat, ma mirë pe haqt. Sa mon len ma shisha më ngo. Okej, pra ne edhe po shkëputemi për një blok të marketingut, por dua t'ju tregoj për pijen energjike më të re në treg, Black Brewing. Për këtë fillim vit, sigurisht që do na duhet energji e re, Bigut nuk i duhet energji, a duhet energji? Mu energji veç me pëlqit, mu e nisë me fluturun, E për juve që ju duhet energji, mundeni me gjetë produktin më të ri, Black Brewing, që tashmë e keni në të gjitha marketet e Kosovës. Refresh your energy. Marketing boha. Refresh your energy with Black Brewing. E ne kthehemi vetëm pas pak me pyetjet e Sa ta djegsa me hapet? Big Mamën. Përshëndetje dashamirë të vjeshve të Kosovës. Jemi në fshatin e madh të Rëstelicës, i cili gjendet në pjesën më jugore të Kosovës, në lartësitë e vjeshve të Sharit. Shumica e njerëzve e menojnë Rëstelicën si një vend të braktisur shumë larg vendbanimeve tjera të Kosovës. Mirë po është një vend që gjendet në lartësitë e Gorës, i njohur më shumë për ortekun famkeq të vitit 2012, që mori jetën e shumë familjeve, nga kjo bjesh këtu që quhet Abdaf. Do më thonë, kjo bjeshka Abdaf që gjendet para neve ka lartësinë 2155 metrave. Në shkurtin e vitit 2012, një borë që është grumbulluar në maje të kësaj bjeshke është lëshuar drejt këtyre shtëpiave këtu poshtë, edhe duke i shkatruar deri në rënjë. Si që kam thonë disa herë, me bjesht të Kosovës dhe qaj Podravka nuk ka.
sikur të gjitha bjeshkët e Kosovës, edhe bjeshkët e Restelicës ofrojnë mundësi pafund për skem off-pist ose skem jashtë shtigjeve. Unë sot do të mundohem që të hypi ose të ngjitëm deri në maje të kësaj bjeshke që është afër Abdofit, pasi është një faqe që ka borë më shumë, ta bëj një lëshim dhe të tregoj se çfarë eksperiencë kisha. Vlen të theksohet se maja e dhenëve që gjendet këtu lart është pjesë ndarëse e Restelicës, këtij fshatit madh, edhe fshatit Brod që gjendet në anën tjetër të bjeshkës. Do më thonë, për të shkuar në fshatin Brod, ja duhet shkuar drejt Dragashit e të shkohet një rrugë e njëjtë sikurse prej Dragashit deri këtu, ose të ngjitet lartë deri në majën e dhenëve dhe të zbritësh poshtë. Pra është një vend kogja izolum me rrugë jo aq të mira që lidhin këto dy fshatna, mirë po për ata që janë dashamirë të natyrës, ky vend ja vlen të vizitohet. Okej, prapa me gjendet vendi ku në vitin 2012 është ndryshu orteku i përmasave të mëdhaja, e cila i ka marrë me veti disa shtëpi dhe i ka myt fatkeqësisht disa familje. Pra është kjo maje këtu, quhet maja Abdaf, 2155 metra, që ka një pjerësi të theksume, edhe ka faqen veriore. Pra kur bjen borë e madhe gjatë dimnit, lëshohet duke rrezikuar të gjitha ato shtëpi që gjenden përfuni. Restelica ofron mundësi pafund për skem freeride, hiking ose edhe skem ekstrem. Pra e pat që relievi është i mbushur me borë deri në mujt e fundit të dimnit, për ata që kanë dëshirë me bë skem të paharueshëm, ju ftojmë që të vini këtu. Erdhi edhe fundi i këtij epizodi, deri në episodin e ardhshme, mirëmeqi. E pas blokut të marketingut, pra, si gjithmonë, ne e kemi pas rubrikën pyetje të djegsta, po me bigun, pasi që i thot gjitha, kemi vendos me bo këtu jashtë dhe s'kena nevoj për specat. Edhe pse se bëm gjithë intervistën, shif çfarë lezeti këtu, çfarë kënaqësie, çfarë pamje, Bigu tha pse me i marr specat, mos i merr specat, unë si marr. A di çfarë, nëse ka nëse shumë rënë, pe ha borrën. Big, kush i ka meshkut ma të bukur? Kosova, Kjo ka kapite për speca. Apo Shqipëria? Këtë kam thonë 100 herë Kosova. Kosova. Cilën këngëtare do më shumëte e cila lujt kajak? Cilën këngëtare me prefevrave? Këngëtar. Këngëtare. Këngëtare, cilën e du më shumë. Kom shumë që e du, unë nuk kom
probleme me asnjë, kështu që ta ceki gjithë bidu. Këngëtaren Aurela Gaçën e du shumë. Kën e du tjetër shumë. Adelina Tahirin e du shumë. Prej Maqedonisë. Lot Brejdu, ku e di? Cila lyp dajak? Cila lyp dajak? Valla hiç e di. Nuk kom me din me ndonjë probleme, se e kisha thënë pa problem që lyp dajak. Po, me unë që kishte tregu. Po, e kisha tregu, po s'po m'kujtohet ndonjë tash me aput kote po lyp dajak me kush tjetër me bohor e me ujë pa lidhje. Ja. Po. Sa kilogrami ke pas më shumë ti? 120. 120. Është një thënje, goja flist, shpirti pastër. A pajtosh? Po, është shumë e vërtet. Me të vërtet, unë pak e kom gojën e flisht, po shpirtin edhe zemrën ndoshta e kom më të pastër se ato që e kanë gojën e pastër. Se ato vetëm shtiren se e kanë pastër, edhe tregohen para popullit. Unë kështu që atë që e mendoj e thop, edhe krejt njerëz jemi që shajmë, jo që të shajmë. Ka dikush normalisht që edhe nuk shanë, po nuk është diçka që të bën ty njeri të keq ajo goja, se shajmë ose thëjmë nej fjalë. Kjo shkon me Big, këtu po s'ka lidhje. Bigu, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Plus Minus. Ishte vërtet kënaqësi shumë e madhe me të pasur. Edhe për mua ishte kënaqësi, unë prita hala me spec pyetjet, po hiç kërkasken me spec. Hajde folëm diçka më shumë. Nuk ka pyetje me spec për ty. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi, kështu që besoj se mos të na harroni Maqedoninë, po të vini sa më shpesh edhe të realizoni sa më shpesh kësi emisionet bukura. Do vim. Se kemi me të vërtet vendet bukura. Me të vërtet po. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit të dashur. Ky ishte edhe epizodi i sotëm pra i emisionit Plus Minus. Shpresoj që jeni ndarë të kënaqur dhe shpresoj që keni kaluar mirë duke përcjellur intervistën bashkë me Big Mamën. Ishte vërtet kënaqësi me pas Bigun në studio dhe si gjithmonë ajo është e tillë, plot energji, na ka kënaq. Unë po shfrytëzoj rastin që të falenderoj Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e emisionit Plus Minus. Por gjithashtu, nuk do harroj të përmend edhe të gjitha ata që kanë mundësuar pra realizimin e emisionit Plus Minus. Automita, IP Petrol, Burger King, Patos, P&K, Stay Strong, Bora. E unë po ju përshëndes dhe shihemi javën tjetër këtu nga Radika Mountain Resort. Ky emision mundësohet nga Podravka.